Nusja tradhtoi djalin ton. Nata kishte rënë mbi fshat, e dritat e pakta të shtëpive digjnin si qirin të qetë në errësirë. Në odën e vjetër të shtëpisë son, ku muret mbanin ende aromën e trungut të vjetër të djegur në oxhak. Unë dhe burri im rrinim të heshtur, nga kati i sipërm dëgjoheshin hapat e djalit ton, orbrit, hapa të rëndë, të lodhur, që si ngjanin fare me djalin plot shpirt që kemi rritur. Në sy i kishim vënë një hije, një breng që nuk e kishim parë kur më herët, prej ditësh nuk fliste shumë. Rrinte i mbyllur në dhomë, ushqimi i humbte shijen, e fytyrën e kishte zbordhur si gëlqere. Nëna e ndjen me njëherë se kur fëmia ka diçka, edhe nëse nuk thot asnjë fjalë, dhe unë ndjeja diçka e rëndë që ndronte mbi të. Le të presim, më tha burri im. Kur të jetë gati, vetë do të na tregoj. Por zemra e nënës nuk duron. Ajo erdhi në jetën e Orbrit si një pranverë e papritur. E kemi prit si bijën ton, e pastër, e qeshur, e edukuar. Orbrit i shkëlqenin syt kur e shehte. Kur s'kam pa një dashuri më të qetë e më të bukur se ajo që ai kishte për të. Ai u martua me zemër të hapur, me ëndra të mëdha, me bindjen se e gjeta njeriun e jetës. Por shpesh, jeta nuk ecën ashtu si ne e pikturojmë në mendje. Gjatë muajve të fundit, nusja kishte filluar të rrinte më shumë jashtë shtëpisë. Herë e justifikonte me punë, herë me shoqe, herë me familjen e saj. Orbrit ja njehja natyrën, i butë, i sjellshëm, i besueshëm deri në naivitet. Nuk dyshonte në askënd, e as më pak në dikë që e donte. Por unë e pash ndryshimin tek ajo. Syt nuk i ndritnin më kur vinte në shtëpi, fliste shkurt, mezi na shikonte, sikur të ishte gjithmonë diku tjetër, me dikë tjetër. Të nesërmen në mëngjes, teksa po mbaja filxhanin e çajit në duar, Orbrit ju dridhën buzët ndërsa zbriti shkallët. Mam, tha ai me një zë që më preju shpirtin. Po birë? Nuk e di si me ta thënë, por duhet me ta thënë. E pash, e kuptova, zemra më ra në gjunjë. Ka dikush tjetër, apo? Thash me zë të ullët, sikur ta kisha ditur prej kohësh. Ai uli kokën, lotët i ranë mbi tavolinë. Po, mam, ka qenë me dikë tjetër prej muajsh. Nuk qava, nëna kur e sheh djalin duke u thyer bëhet gur. Brenda meje gjithçka u dridh, por fytyrën e mbajta të fortë. E di ai person që ajo është e martuar? Pyeta. Po, dhe si ka interesuar fare. Në atë qast e gjithë dashuria që kemi pasu për të sikur mori flak. Jo urrejtje, por zhgënjim që dikush mund t'i thyej kaq pa skrupull zemrën djalit ton. Ditët kaluan të rënda, nusja u kthye në shtëpi atë natë, dhe për herë të parë e pash djalin ton duke u thyer përballë dikujt. Ai s'ka bërtitur kur, por atë mbrëmje zëri i tij u dridh si një gjethe në erë. Pse ma bëne këtë? Pse, kur të kam dashur me krejt shpirtin? Ajo s'po t'i përgjigje, vetëm lot justifikime boshe, andej këndej, fjalë që nuk mbushnin asnjë boshllëk. Kam gabuar, tha, por gabimi i saj kishte shkulur rënjën e besimit. Ne e ullëm kokën, nuk ndërhyra, ishte jeta e tij, zemra e tij, vendimi i tij. Por një gjë e poshtë qartë, nuk ishte më ajo vajza që kishim pranuar si bi, ishte bërë një e panjohur. Kaluan disa ditë të gjata heshtjeje, Orbrit i humbi zëri, qeshja edhe drita e syve. Unë rria pranë tij si hije, duke i përgatitur çaj, duke i sjell ushqimin që se hante, duke i folur edhe kur nuk përgjigjej. Një natë ai hyri në dhomën tonë. Mam, bab, kam vendosur. Ne ngritëm kokën. Unë nuk dua ta urrej, as nuk dua t'i bëj keq. Por nuk mund të jetoj me dikë që më ka thyer kështu. Unë dua me nda. Lotët mu mblodhën në sy. I heshta shpejt. Bir, çka të vendosësh ti, na jemi me ty, i thash. Ai mori frym thellë, sikur peshën e botës e kishte mbi shpinë. Në atë qast, pash djalin tim duke u rritur, jo nga mosha,
por nga dhimbja. Ndarja ndodhi pa zhurmë, pa sharje, pa fjalë të liga. Orbrit e mbylli deren e së kaluarës me një qetësi që vetëm njeriu i plagosur e ka. Ajo iku pa u kthyer prapa, edhe pse njëherë ka qenë engjëlli i shtëpisë son, tani na dukej e largët si një kalimtare rruge. Muajt kaluan. Ngadalë djali ynë u kthye tek vetja, filloi të dalë, të qesh, të punoj. Dhimbja s'ju zhduk, por u bë më e lehtë. Ai kuptoi se tradhtia nuk është fundi i jetës, është thjesht një kapitull i mbyllur me dhimbje. Unë shpesh rri në obor, e shoh duke ardhur me hapin e qetë, i them vetes: Zoti e ruajt nga çdo zemër që s'di çfarë është dashuria. Zoti i sjell një grua që e vlerëson, e nderon dhe e do siç e meriton. Sepse tradhtia e saj nuk e uli dinjitetin e tij, vetëm ja tregoi vlerën. Dhe ndoshta një ditë, kur t'i vi dikush që e do me besnikëri, do ta kuptoj se kjo dhimbje nuk ka qenë dënim, por pastrim i rrugës drejt dikujt më të mirë.